Po të kishim mbledhur të gjitha eurot që fitohen dhe që humben në kuicin më të famshëm në botë, koha jote vazhdon, me siguri do të kishim shpëtuar nga kriza e borxheve. Megjithatë, dy konkurrentët tanë kanë hallin e tyre dhe vazhdojnë të fitojnë e të humbin në kuicin më të famshëm në botë, koha jote vazhdon. Po kë ku është, më vëlla? Ku t'i gjonë, mas është në banjo. Qërë? Mos shkoti, mos shko të të hash. Ajde se qafsha mamin gjeta pyetje, ta shikimi për ta shkri. Ajde. Po, këtu janë gjithë përgjigjet, më vëlla. Fiksoj mirë. Shpejt se erdi. Pra, mirë mbrëma. Mirë mbrëma pra këtu nga koha jote vazhdon. Zoti Altin, pse je kështu? Si jam, më vëlla? Se si je nuk e di, po nuk më pëlqen mënyra se si më shikon. Si je? Mirë. Ashtu uj, pa merak. Je i sigurt? Po. Ishte pra Zoti Altin, që javën e shkuar për pak sa s'doli fitimtar. Ku që ka lëvizur këtë? Shërën si ka. Por sot, a i ka vendosur të na sfidoj me përgjigjet e ti. Po pse ka lëvizur kjo? Se marrë vesh? Zoti Altin? Po, nuk kam përgjohur, më vëlla. Mirë se vjen. Relaksohu. A jeni mirë? Ka kapur një damar këtu mbrapa qafe që s'po di ku të shkoj. Shumë mirë, ma pëlqen tensioni juaj, Zoti Altin. E pa unë burko, letë fillojmë me sfidën. Sot, konkurentët tanë do t'i njohim me Nofkat, Edepsëzi dhe Bashi Bozuku. Kujdes. Ku mi gjenë këto Nofka njerë, edhe më tha mami, mos shko në çdo emision, se do konsumohesh, po se besova unë. Atëre letë të vazhdojmë pa unë burko me raundin domino. Zoti Altin, a keni ndonjë dyshim për para se ta fillojmë të raund? Unë kam dyshimet e mia për ty. Ashtu, Okej. Atëre pyetja është, nuk lëviz, por arrin kudo. Çfarë është? Rruga? E pa mundur, por e sakt! E sakt! Edepsëzi dhe Bashi Bozuku sa po fituan nga 5.000 euro. Ndodheve kështu, pa unë burko, letë të vazhdojmë. Kujdes? Po fillon të amarësh vetën, Zoti Altin? Ju kemi munduar pak, nuk e di s'të kam pyetur, të dhëmë apandesiti? E kam hequr apandesiti? E keni hequr, Edhe unë. Pra ju lumt, pra, e shikoni, ju, kur doni, mund të fi? Shkallej me duar në gjepa. Mund të fitoni, Zoti Altin. Toni, hëse. Kujdes, le të vazhdojmë pa unë burko me pyetjen nga raundi pa. E shef mirë tani. Patatja e nxehtë. Raundi patatja e nxehtë. Pyetja është, disa muaj kanë nga 30 ditë. Disa muaj të tjerë kanë nga 31 ditë. Sa muaj kanë 28 ditë? Të gjithë muajt kanë nga 28 ditë. Si shpjegohet? E sakt! Edepsëzi dhe Bashi Bozuku sa po fituan që të dy nga 10.000 euro. E pa mundur! E gjeta! Zoti Elton u përgjigj sakt për fund e pa mundur. E gjeta dhe më ka thënë mami, po të përqëndrohesh bënd çudira. Është e vërtet, Zoti Elton, ju mund të bëni çudira në qoftë se Pjoj. Kontrolloni veten. Kontrolloj veten. Qoftë se kontrolloni veten. Kontrolloj veten. E pa mundur.
Desha futa vetës. Deshe të thuash diçka, zoti Jo, Elton? që jam një yll, desha të them një yll. Kujdes, se kush është yll, se kush është star, ajo dihet tashmë. Ai jam unë. E pra, le të vazhdojmë, ndërkohë zoti Elton, Po? ju do të doja që t'i bëni shumë të fala Lokut. Mamit, zoti Elton, mamit. Atëherë kujdes, loja vazhdon. Loja është e vështirë, loja ka emocion, loja ka humbës, por ndodh që paska edhe fi. Lma erotik. Fitues, zoti Elton, fitues. Atëherë kujdes, pyetja e radhës. Wow, çfarë pyetje e vështirë që nga kjo. Kujdes, ju keni besim tek unë? Unë jo për vete njerë. Atëre pyetja është, një burr ndërtoi një shtëpi me 4 cepa dhe se cila pjesë kishte drejtim nga jugu. Një ari i madh ju afrua shtëpisë. Pyetja është, çfarë ngjyre kishte ariu? Ariu është i bardhë dhe po qenë muret nga jugu, shtëpia është nga poli veriut. Nuk ka mundësi, por qënka e sakt! Ju sa po fituat të dy nga 20.000 euro. Ju lumt, përveç faktit që po kërceni si delengjin, ju pra tashmë jeni 2 fitues. Jeni të parët, jeni ka... Ralloj! Jeni kampion, zini vënd pra zoti Altin dhe zoti Elton ose Edepsëzi dhe Bashi Bozuku. Kujdes? Dhe pyetja e fundit për sot është një pyetje surpriz. Kjo pyetje është nga raundi e... Hangrëm duket. Është nga raundi edhe kështu, edhe ashtu, sepse është pyetja e zarfit. Kujdes, atëre zarfet për sot janë A, B dhe AB. Cilin zarf doni? Sigurisht që doni zarfi 0 pozitiv, i cili është këtu. Dhe ky zarf, kujdes, ka këtë pyetje. Duke parë që ekzistojnë balenat, a mund të themi që noti të dobëson? Jo, e pasakt! Po! E pasakt! Pyetja e sakt do t'ishte ndoshta! Juve sa po humbët që të dy nga 275.000 euro. E pra loja po bëhet e vështirë. Loja po merr emocion e ndërkohë. Kujdes, çoni zoti Elton, çoni që të mbyllim kuicin. Pra, ndërkohë që konkurrentët tan po marrin veten, unë e di që ata mezi po të shpresin që të më Plasin basmurit. të më përshëndesin mua dhe juve. Natën e mirë të gjithëve. Po të shqetëso.